Rritet sërish çmimi i naftës, bordi i transparencës ndryshon sërish çmimet në vend. Çmimi i shitjes me pakicë nën produktit gazoili standardit SSN do të jetë jo më shumë se 206 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 194 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakicë nën produktit benzin do të jetë jo më shumë se 181 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 169 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi i transparencës do të hyjnë në fuqi prej orës 14 datës 26 prill dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes, si me pakicë ashtu edhe me shumicë. Vetëm pak ditë më parë, çmimi i karburanteve ishte rritur në 204 lek për litër sa i përket çmimit të naftës, ndërkohë që nuk ishte ndryshuar çmimi i benzinës, por duket se në mbledhjen e fundit bordi i transparencës ka vendosur të arrijë çmimin sërish si për naftën ashtu edhe për benzinën, ndërsa duke nisur nga e diela, ky çmim do të jetë në 206 lek për litër sa i përket naftës dhe 181 lek për litër sa i përket benzinës.